Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Ky episod i kushtohet politikës shqiptare, politikës së Ballkanit dhe gjeopolitikës. Për këtë arsye, kemi të ftuar analistin ndërsak, zotin Ardit Gjinali. Faleminderit zoti Gjinali që jeni në flasim hapur në Durrës Lajm. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi dhe urime në këtë periudhë që thuajse shënonte 2 vjetorin e Na keni ndjekur kësaj hapësire teje të rëndësishme dhe të këndshme në qytetin tonë. Na keni ndjekur patjetër me kënaqësi 2 vjet. Patjetër me kënaqësi, një mik dhe edhe një profesor dhe pedagog si ju. Keni qenë pedagogu im në kohën e studimeve të mia në Universitetin e New Yorkut në Tiranë dhe patjetër që ruaj absolutisht kujtime dhe të jashtëzakonshme në vlerat tuaja njerëzore dhe akademike. Dhe këto nuk janë fjalë të mira kortezie të këtij momenti, por janë realisht fjalë cilat i besoj dhe në atë miqësi që ndajmë bashkë dhe në jetën e përditshme. Dhe jam shumë i lumtur, Ardit, sepse synimi çdo profesori është të shikojë studentët në këtë nivel. Dhe ju keni arritur goxha në jetën tuaj pas universitare, pra sot jeni analist i kundodhur në median shqiptare dhe nuk mund të mungoje sigurisht në qytetin tënd të Durrësit dhe në flasim hapur në Durrës Lajm. Bëni komente politikës shqiptare, politikës ballkanike dhe asaj gjeopolitike. Komplimente për gjithë talentin dhe gjithë qasjen tuaj të shëndosh ndaj politikës në tërësi, per se, pra, okay? Pa i hyrë detajeve të mëtejshme. Por, Ardit, pyetja ime është kjo. Sa hapësira ka Shqipëria sot, në të gjithë sektorët e saj, për njerëz të talentuar dhe të kualifikuar, siç jeni ju. Ke qenë student i shkëlqyer, mbaj mend të kam dhënë 2 a 3 lëndë, ke marrë 10 për maksimalen, dhe më pas kam ndjekur në media kombëtare dhe me shkrime etj. Pra je profesionist në marrëdhënien ndërkombëtare dhe ke një perceptim të shëndetshëm, të veçantë mbi zhvillimet politike apo gjeopolitike. Cila është hapësira që ofron vendi ynë, Durrësi, për ty personalisht, por në këtë rast flasim në tërësi për të rinjtë e talentuar. Patjetër, në kontekstin personal, absolutisht nuk mund të në thonjza tankohen përsa i takon hapësirës. Në realitetin e pas 2010-s, patjetër që kam gjetur hapësirën time. Në rrugtimin tim kam njohur njerëz të cilët ka dhënë mundësinë e promovimit përkatës, por siç e thatë dhe ju, do të përqendrohemi në këtë bisedë përtej kontekstit personal. Absolut. Në kontekstin e të hapësirës të rive, përsa i takon si rrugtimin në sektorin publik, njëjtë edhe në sektorin privat. Pasi patjetër që gama është e gjerë, hapësira është e gjerë dhe ajo çfarë hapësira përcjell është e ndryshme, duke pasur parasysh sfidat e sektorit publik dhe sfidat e sektorit privat. Përsa i takon sektorit privat, duke patur në konsiderat faktin që në vetvete sektori privat është tërësisht i ekspozuar në kushtet e konkurrencës dhe të asaj që mjedisi shoqëror dhe përtej mjedisi shoqëror dhe mjedisi i ekonomisë tregut, i konkurrencës tërësi, i lirisë ekonomike shpërfaq, patjetër që sektori privat është i prirur në hapësirën ndaj të rive, duke pasur parasysh energjinë përkatëse, duke pasur parasysh sfidat e inovacionit, duke pasur parasysh vullnetin e të rive pikërisht për të ecur përpara në rrugtimin e tyre profesional dhe të karrierës. Në sektorin publik, patjetër që sfidat janë të ndryshme dhe ndryshe nga sektori privat ku konkurenca, garimi është thelbi dhe çelësi i promovimit, në sektorin publik patjetër duke patur parasysh realitetin shqiptar, por edhe në një realitet pak më të gjerë dhe atë rajonal, patjetër që konkurenca, garimi, aftësia kalojnë ndoshta në një plan jo të nivelit parë dhe prevalojnë patjetër elemente të tjerë të realiteteve përkatëse shoqërore edhe politike, të cilat në fakt i kanë
dërguar dhe shndërruar shoqëritë tona në shoqëri të cilat janë në progres, po në atë që quhet shpesh në raportet ndryshme progresi moderuar. Dhe pikërisht ky progresi moderuar është përfaqe dhe një hapësire të moderuar për sa i takon edhe të rinjve, të cilët patjetër nuk duhet të shohin pikërisht mundësinë e hapësirës tyre thjesht si moshë biologjike. Është një moment i dyanshëm ku të rit patjetër duhet që të jenë ndërgjegjshëm për nivelin e tyre profesional, duhet të jenë ndërgjegjshëm për sfidat që kanë përpara, duhet të jenë të ndërgjegjshëm për kultivimin e vazhdueshëm që ata duhet të bartin në secilën ditë të këtij rrugtimi. Pra nuk mund të kenë një moment të promovimit dhe të hapësirës së pafundme vetëm për faktin të një moshe biologjike të re dhe një energjie dhe vullneti, por patjetër që është dhe një kultivim i vazhdueshëm i punës, durimit dhe i secilit element ku secili i ri dhe i re duhet të shpërfaq mbi të gjitha vlerat kryesore njerëzore. Më e rëndësishmja për një të ri, në mendimin tim, është pikërisht kultivimi i një morali të fortë njerëzor. Ky moral i fortë njerëzor, ndoshta në momente të caktuara, nuk mund të jap pikërisht atë synim i cili në dukje mund të jetë i dëshiruar dhe shumë kush e kërkon shpejt si rezultat dhe i dëshirës dhe vrullit që bart në vetvete mosha dhe energjia e të riut, por patjetër që ky rezultat i shpejt mund të dërgojë ndoshta edhe në një rënje të shpejtë, ndërkohë që kultivimi dhe durimi pozitiv me një arsye të shëndetshme dhe me gjitha me një kultivim të vazhdueshëm dërgon drejt rezultateve më të qëndrueshme dhe afatgjata, të cilat janë të rëndësishme pikërisht për ndërtimin e një profili të qartë profesional sipas patjetër edukimit dhe ambicieve dhe synimeve të secilit të ri apo të re. Patjetër që mjedisi nuk është mjedisi i jetës përditshme, patjetër që nuk është kaq teorik sa faktet që unë përmenda, patjetër që ka dhe sfida që te kalojnë pikërisht dhe filozofinë e durimit, dhe filozofinë e kultivimit, dhe shumë element tjerë, por kur ajo e fortë, mungesa e shkurajimit, dhe të ecurit përpara dhe dëshira për të vijuar pavarësisht pengesave, duhet të jetë leitmotivi çdo të riu dhe të reje, dhe pikërisht ky moment i vullnetit fort dhe i mungesës shkurajimit duhet vi pikërisht nga energjia që përcjell mosha biologjike. Dhe avantazhi të cilin të rit sot duhet ta përdorin si instrument në favor të rrugtimit tyre në tërësi, është patjetër pikërisht energjia për të mos u dorëzuar, energjia për mos u shkurajuar, energjia për të ecur përpara, mbi të gjitha me një moral të kultivuar. Është shumë e rëndësishme mungesa e kompromiseve të vogla në funksion të një arritje të shpejtë. Ajo arritje shpejt mund të jetë një arritje e cila në pamje të parë duket e lavdishme, por pasoja që ajo arritje shpejt mund të përcjell në periudhën e më pastajme është shumë më e rëndë se sa gëzimi apo lavdia e një arritje e cila mund të gëzoj, por ky gëzim është në afat të shkurtër. Dhe e fundit, unë uroj, shpresoj dhe modestisht apeloj që në tërësinë e vetë, ndërveprimi mes të rive duhet jetë më i madh, kohezioni më i madh, bashkëveprimi më i madh, konkurenca duhet jetë aty, por një konkurrencë dhe një garim i ligjshëm, sërish e them i bazuar në moral, por patjetër me derë të hapur për bashkëpunëtarët e një rruge e cila patjetër që përshkohet bashk, por me fate individuale të ndryshme, sipas vullnetit, sipas formimit, sipas profilit dhe sipas rrethanave patjetër. Kjo është shumë e drejtë, por sapo përmende disa herë fjalën kyçe, moral i lartë
njerëzor, moral, që përkthehet të ndryshe nga gjithçka që ti sapo the në maturi. Sa moral të lartë njerëzor ka politika shqiptare, sa e maturuar është politika shqiptare. Sepse ka të bëjë edhe me brezin që ju sapo apeluat. Morali dhe politika patjetër që është një diskutim mendoj thellë filozofik që dhe besoj që edhe koha nuk e premton. Por do të fillojmë me maturinë dhe ndoshta më pas mund të vijmë dhe te morali. Ndryshe nga mosha biologjike ku sa më shumë e njëjta kalon, aq më tepër maturia arritet. Mendoj që në politikë mosha politike e një politikani mendoj që nuk është në proporcion të drejtë me maturinë. Ndryshe nga mosha individuale. E cila është në përpjestim të drejtë dhe në koherencë me maturinë. Maturia patjetër që është një nocion në të cilin mund të shpërfaqim shumë elementë saj, por në rastin e një politikani patjetër që elementi thelbësor i cili do të diktonte maturinë është frika pozitive nga reagimi qytetarëve të tij. Kjo është e bukur. Sa frika nga reagimi qytetarëve? Asgjë në mëngjes politikanë shqiptar të makthuar që sot populli mund të vetë ndërgjegjësohet? Thuaj se asnjë frikë. Thuaj se asnjë droj. Patjetër shqetësim për të ruajtur balanca të brendshme. Veprime politike pikërisht për të konsoliduar këto balanca. Por duke kohezuar balancat e brendshme, patjetër që është krijuar kundër trupi, pikërisht ndaj asaj frikës dhe drojës së mundësisë së një reagimi publik të çfarëdoshëm për secilën temë. Pra jo patjetër një reagim publik ballor dhe tërësor, por dhe një reagim publik të pjesshëm. Dhe pikërisht në momentin në cilin mungon frika pozitive, patjetër që në atë moment maturia fillon të zbehet. Dhe i lë vendin pikërisht llogarive të cilat i përmendëm më lart, llogari të vogla për interesin publik, të mëdha për interesin politik. Duke patur parasysh këtë fakt, mendoj që ne kemi një klasë politike e cila në moshën politike ka një moshë të lartë politike. Nuk preferoj as pak të hyjë në moshën biologjike të asnjë politikani. Jo, nuk. Ajo është çështje në fund ditës tërësisht individuale. Mosha politike është e lartë. Mosha politike është shumë e lartë dhe duke pasur parasysh të moshë politike të lartë, e cila buron patjetër nga vullneti individual i politikanëve për të vijuar qendrojnë, nga kohezioni atyre balancave që përmendëm më lart, nga sistemet e mbyllura të cilët përsërisin njëri tjetrin dhe nuk mund të prodhojnë dhe mundësi të reja, të cilat nuk e dim nëse janë apo jo efektive, por mundësia për t'i provuar të paktën mungon, apo për t'i promovuar dhe promovim nënkuptoj pikërisht promovimin politik përmes hapësirës një zgjedhore. Pra ne jemi në një vend në të cilin patjetër që vota ndërsinë e vet nuk llogaritet e njëjtë. Duke mos e llogaritur të votën të njëjtë, që është instrumenti bazë themelor, patjetër që shumë çka nga kjo, dhe i referojmë sistemit zgjedhor, nuk preferoj të hyj në asnjë argument për sa i takon standardit sistemit zgjedhor, por në vetvete vota në Shqipëri nuk llogaritet e barabartë. Duke mos u llogaritur e tillë e barabartë, patjetër që prej atij momenti shumë çka tjetër relativizohet dhe relativizohet në veprim politik, relativizohet në veprim qeverisës dhe relativizohet pastaj edhe në mungesën e reagimit publik. Të gjitha këto elementë shkojnë në rendin e tyre të drejtë, por ndërkohë e bëjnë shoqërinë të zhdrejtë. Të zhdrejtë, sigurisht. Dhe duke pasur parasysh këtë fakt, mendoj që politikanë shqiptarë nuk kanë nevojë për maturi,
duke pasur parasysh realitetin politik dhe peizazhin politik, kanë nevojën e tyre politike për të konsoliduar sinoret përkatëse, dhe duke konsoliduar sinoret përkatëse, më pas kanë vijuar dhe vijojnë në të njëjtën panoramë, e cila në fakt është një panoramë që prodhon lajmin përkatës mekanik dhe jo thelbësor. A ka moral? Është një diskutim i cili te kalon Shqipërinë, por unë mendoj që më shumë se sa moral ne mund t'i kërkojmë politikës të ketë një fytyrë modestisht njerëzore. T'i kërkojmë politikës të jetë normale. Morali patjetër që është i diskutueshëm dhe ndonjëherë veprimet caktuara politike, aleancat të cilat mund të ndërtohen dhe si rezultat i konfigurimit të vullnetit qytetar, patjetër që mund ta dërgojnë moralin ndoshta jo në plan parë. Por një politikë qytetare, një politikë njerëzore, e përgjegjshme, që i përgjigjet patjetër aq sa mundet nevojave të realitetit, patjetër që është e mundur. Por unë mendoj që thelbi është të paktën për të gjitha problemeve që mund të ketë sistemi demokratik në tërësinë e vet, vlera e një lloji të votës do të ishte të paktën shërbimi më i mirë që politika mund t'i kthente qytetarit, një qytetarit të duruar shqiptar, të gjithë kësaj periudhe të pas vitit 90, që për herë të parë, ndoshta Shqipëria të kishte një sistem votimi i cili të ishte në një vot të llogaritur një llojit. Nuk zgjidh të gjitha problemet, absolutisht. Por të paktën në formë të jetë një moment i barabartë garantues. Shumë kush mund të thotë, përfshirë dhe veten time, që nuk kemi nevojë për formë, por për përmbajtje. Por le ta rregullojmë formën. E cila nuk është tërësisht formë, pra vota e njëri nuk është tërësisht formë, por le ta rregullojmë formën. Pastaj, për sa i takon realitetit tërësi, mendoj që është një shpërfaqe e shumë rrethanave, jo thjesht të këtyre 35 vite, por rrethana që fillojnë në shekuj. Dhe patjetër që jetojmë në një vend i cili ka patur rrethanat e veta historike, jetojmë në një rajon të ngushtyr nga rrethana të tjera historike. Pra jemi, mendoj, dhe nuk i zgjedhim shpesh rrethanat të cilat jetojmë. Ajo që mund të bëjmë është që dhe politika mund të bëjë është që të paktën të përmirësohen aq sa mundet disa rrethana, duke u larguar pak nga ai interesi ngushtë politik. A mund të konsiderohemi demokracia konsoliduar sot, që flasim së bashku? Apo nga gjithë gërmat e fjalës demokraci, deri ku jemi nëse marrim për t'i numëruar gërmat e asaj fjale, deri ku ndodhemi sot? Nuk preferoj të përfshihem në kursin e gërmave, në kursin pozitiv të gërmave, patjetër. Por le të themi që jemi demokraci e brisht. Por shiko, demokracia e brisht, hibride, e moderuar. E brisht, unë preferoj ta quaj e brisht. Okej. Po çfarë do thotë konkretisht? Sepse jo se do zgjidhim ne të dy në këtë studio ditë, që e di. Por përmendet shpesh. Dhe merret me butësi, ajo brishtësia është dhe fjalë e bukur e brisht. Pra delikate, subtle është në anglisht, që përdoret edhe për poezi. Po në fakt, ajo brishtësia, nëse flasim për sistemin e drejtësisë, sundimin e ligjit, etj, edhe kjo vota e pabarabartë. Fjala nuk është absolute. Nuk është si matematika, dhe numrat janë absolut. Dhe nuk është më aq e pra dhe brishtësia, edhe brishtësia jo detyrimisht në kupton butësinë. Mund të jetë edhe parathënie e një momenti të ashpër. Dhe pikërisht nga
shumë element të bërgjësisë mund të shpërfaqet më vonë, mund të rrëshqasim në ashpërsi. Nuk rrëshqitet në ashpërsi për shkak edhe të shumë rrethanave të tjera të cilat na tejkalojnë, por dhe kjo bërgjësi patjetër që nuk është një bërgjësi e cila detyrimisht për cilë butësi. Ne për shumë përdorim edhe për pushimin SBA-Iran termini brisht, që patjetër nuk e ka përdorur edhe vetë zyrtarët amerikanë. Pra do të thotë që jo detyrimisht brishtësia për cilë butësin. Pikërisht. Por duke quajtur demokracitë brisht, përfshijmë të gjitha ato sfida që janë kaluar, sfidat që janë të panjohurat për të ardhmen, dhe kjo e bën më të brisht. E panjohura për të ardhmen. Ato të panjohura që ne kemi sot për të ardhmen, si qytetar, si ndjekës politikës, si komentator, si studiues, mendoj që na dërgojnë pikërisht drejt identifikimit të këtij termi, i cili patjetër është në këtë rast një term individual, që unë mendoj që i përshtatet, por patjetër që është mendimi im, jo detyrimisht është mendimi absolut. Larg qoftë ishte i tillë. Kështu që nëse e krahasojmë Shqipërinë, jo me vende si Holanda, Suedia, apo vende që janë të parët në listën e vendeve demokratike, nëse krahasojmë me shtetet ballkanike, dhe me fqinjët tanë, me lezit tanë, shtet vëllazëror i yni siç është Kosova, le të marrim Kosovën. Dhe ju e njihni mirë politikën në Kosovë, i ndiqni me kujdes zhvillimet në Kosovë, dhe e dim që pas disa ditësh ka zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës. Si krahasohet, ku ndodhet Shqipëria me Kosovën në këtë demokracinë e brisht, jam i sigurt që edhe atje po një term pak a shumë mund të përdoret. Përdoret termi demokracia e brisht për Shqipërinë duke patur parasysh jetëgjatësinë e Shqipërisë si shtet. Si shtet, po. Duke patur parasysh jetëgjatësinë e Kosovës si shtet, mund ta quajmë demokraci të konsoliduar. E quajmë? Po. Për të gjitha problemeve që ka. Demokraci e konsoliduar. Ku për te secilës mosmarrëveshje, po, për te secilës krizë politike, po, për te secilit moment që shpërfaqet edhe si rezultat i ambicjeve individuale të politikanëve të caktuar, patjetër që konsolidimi i shtetit ligjor nga njëra anë, i demokracisë tërësi, i asaj votës të llogaritur një lloj nga ana tjetër, i votimit për vite të diasporës, apo mërgatës. Mërgatës që i njihet, po. Mërgatës, është absolutisht termi i dur. Rinumërimi i votave pa patur nevojë që dikush të ankimojë dhe të kërkojë këtë proces. Se ka transparencë. Dhe siguri të votës. Dhe siguri të votës. Të votimit për gjithë procesit, pas e zinxhir. Patjetër. Pra, nisim ke barazia e votës, tek votimi, siguria e votimit, tek numërimi dhe gjithashtu tek shpallja që është në kohë rekord. Jemi manitur gjithë shqiptarët sa herë ndodhin zgjedhjet në Kosovë, habiten brenda pak orëve. Pavarësisht, sepse atje në fakt numërimi vjen si rezultati që del me njëherë në qendrën e votimit, ndërkohë që këtu si rezultati problematikave në fakt të ndodhura u ndryshua dhe u mblodh në qendrat e numërimit përkatëse që më parë ka qenë njëta, tashmë ka shkuar në 2 apo në 3 të tilla në qytete si për shembull Durrësi apo qytete të tjera të mëdha. Nga ana tjetër, ndarja e pushteteve në Kosovë është e qartë, për te ndërhyrjeve të momentit, për te tentativave, të cilat patjetër që nuk mungojnë nga secili pushtet edhe në vende perëndimore, apo edhe në vende anëtare të Bashkimit Evropian, ne kemi parë tentativa të tilla. Tentativat janë pjesë e lojës. Tentativat janë pjesë normale. Por sa konkludohen ato tentativa është gjë tjetër. Realiteti politik, sistemi kushtetues,
sistemi parlamentar, kompetencat e bashkive, të cilat quhen komuna në rastin e Kosovës, kompetencat që ka Këshilli Bashkiak apo komunal atje. Po. Është histori suksesi më pas trajtimi që Kosova ka ndaj minoriteteve. Absolutisht. Pra, të gjitha drejtat cilat janë si rezultat edhe i kushteve në cilat Kosova patjetër duhet shkonte dhe shpajs pavarësisë. Pra, dhe cilësi pozitiv dhe thelbësor i garantimit të kësaj demokracie të konsoliduar është që Kushtetuta e Kosovës ka në thelbin e saj pikërisht konsensusin. Patjetër shumë kush do të pyeste, përfshirë dhe ju, që konsensusi ka munguar në një vit të tërë, dhe Kosova po përjeton një sak politike. Po më mirë një konsensus i munguar i cili dërgon drejt zgjedhjeve të përgjithshme të disa rrallëve, dhe më mirë disa milionat euro të harxuara për zgjedhje, se sa disa miliona euro të ikura diku si rezultat i fenomeneve negative të cilat përcjell një moment keqeverisje absolute. Pra Kushtetuta e Kosovës në tërësinë e vet ndalon dhe parandalon absolutizmin. Sepse modelet me të cilat Kushtetuta është ndërtuar është pikërisht në modele shtetesh, të cilat patjetër preferojnë më mirë një paqëndrueshmëri segmentare politike se sa një stabilitet të gënjeshtërt. Dhe Kosova në këtë rast, patjetër që është në një paqëndrueshmëri politike, dhe kjo paqëndrueshmëri politike është shqetësuese për faktin sepse ende çështja e shtetshmërisë së Kosovës nuk është e përfunduar pikërisht në atë që është kurorëzimi i antarësimit në OKB. Por nëse Kosova do të ishte në kushtet e shteteve të tjera të rajonit, të definuara qartë për sa i takon antarësimit në OKB, proceset e një pasnjëshme zgjedhore do të ishin shëndet i demokracisë dhe jo problem për sa i takon demokracisë. Sepse një demokraci që shkundet, plus për të kuptuar dhe nga ata që na ndjekin, çështja e antarësimit në OKB nuk ka të bëjë me Kosovën, ka të bëjë me njohjen e disa shteteve. Është problemi i jashtëm. Patjetër, por kërkon absolutisht, patjetër, por kërkon të paktën një konsolidim të politikës brendshme. Dhe shumë e rëndësishme ka të bëjë me procesin e dialogut me Serbinë. Dhe nëse kujtojmë deklaratën e zonjës Kallas ditë më parë, pikërisht zonja Kallas shprehur në tona shumë buta, por shprehur që dialogu momentalisht mes Kosovës dhe Serbisë është i penguar apo është i ndaluar në hapa për shkak të gjendjes politike në Kosovë dhe proceseve zgjedhore të pasnjëshme. Pra, patjetër që toni është shumë i butë, por alarmi dhe mesazhi është i fortë. Dhe kështu që ky element është pikërisht shqetësimi i ligjshëm dhe i shëndetshëm për sa i takon proceset të njëpasnjëshme zgjedhore në Kosovë, por në kontekstin e demokracisë, patjetër që është demokracia më e konsoliduar në rajon. Në rajon. Absolutisht po. Jo në raport me Shqipërinë, por në raport me të gjitha vendet e tjera të rajonit. Absolutisht. Dhe unë për këtë e them me bindje dhe si argument jam i gatshëm ta mbroj. Përmes këtyre elementeve që përmendëm edhe elementeve të tjerë më detajues, por mendoj që të ishin të lodhshme edhe për publikun. Cilat janë dy figurat, 3, 4, le të themi më kryesorët në politikën e Kosovës? Ka ndonjë binom klasik siç ka dhe në Shqipëri? Binom klasik nuk ka, për faktin sepse sistemi zgjedhor është i konfiguruar në mënyrë të tillë që prodhon minimalisht 4 parti parlamentare, të cilat kanë një peshë politike të paktën të mbi 7 mandateve minimalisht. Minimalisht 7 mandate. Po, pra, në zgjedhjet e fundit Aleanca për Armërinë e Kosovës e drejtuar deri ditën e djeshme nga deri para një jave nga zoti Ramush Haradinaj. Në zgjedhjet e fundit kishte 6 mandate, nëse nuk gaboj, ose 7. Pra që ishte partia e renditur më ullët në rrallën e partive shqiptare parlamentare. Ndërkohë që partia e tretë, Lidhja Demokratike e Kosovës, mbart 15 mandate, partia e dytë, Partia Demokratike e Kosovës me 21-22, pra dhe më pas Lëvizja Vetëvendosje, e cila kishte 57 mandate bashkë me aleatët e saj. Pra, ndërkohë që panorama ka qenë edhe më plurale në zgjedhjet e mëparshme, ku ka qenë dhe zoti Fatmir Limaj në atë kohë pjesë e parlamentit,
Dhe në vitet më parë kanë qenë edhe më shumë parti parlamentare dhe pikërisht kjo e dërgonte sistemin në një sistem plural parlamentar ku asnjë parti nuk dominonte qark mbi tjetrën. Është e vërtetë që panorama në vitin 2021 psoi një ndryshim. Ky ndryshim erdhi si rezultat i faktit që në atë kohë koalicioni mes zotit Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, dhe zonjës Vjosa Osmani, e cila u shkëput nga partia e saj Lidhja Demokratike e Kosovës dhe me lëvizjen e saj Guxo, u bashkangjit me zotin Kurti në koalicion dhe ky koalicion, sinergjia pozitive e këtij koalicioni, prodhoi një rezultat zgjedhor të lartë, ku palët arritën që të krijonin qeverinë të vetëm dhe ishte pa diskutim një moment ndryshe, duke pasur parasysh demokracinë kosovare të deri vitit 2021. Cila është panorama e sotme? Panorama e sotme është që pas përfundimit të mandatit presidencial të zonjës Vjosa Osmani, zonja Vjosa Osmani së bashku me grupin e saj politik dhe përkrahas të bashkëpunëtorëve ka nënshkruar një marrëveshje politike, një dakordsi dhe një koalicionim me Lidhjen Demokratike të Kosovës, partinë e saj mëm, shpinë e saj politike. Dhe zonja Vjosa Osmani është numër 1 për sa i takon listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe pasot nga numër 2 që është zoti Lumira Beqiku, kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kujtoj për publikun që sistemi zgjedhor është listë hapur, pra që numrat në fund ditës nuk kanë rëndësi. Nëse kujtojmë në vitin 2017, zonja Vjosa Osmani ishte renditur mos gaboj 86 ose 81 nga leadershipi i LDK-s asaj kohe, dhe më pas zonja Osmani, se rezultati i votës elektoralit të LDK-s arriti që të ishte në vendin e parë pas atyre zgjedhjeve. Njëjtë si dhe numrat të tjerë të cilët mund të jenë të raditur në 10-shën e parë, apo që kemi parë në zgjedhjet e shkuara, kemi parë që janë renditur të 12 dhe 15, dhe ndërkohë numri i renditur nën numrin 10 mund të jetë në 10-shën e parë. Kështu që renditja patjetër që ka një rëndësi, por patjetër që për të rëndësisë që bartë renditja prevalon në vota e qytetarit dhe elektoratit përkatës që zgjell logon përkatëse politike. Duke patur parasysh realitetin politik më pas të partisë së dytë politike, Partisë Demokratike të Kosovës, duke pasur parasysh të gjithë atë sak që po kalojnë drejtuesit e saj, për sa i takon procesit në Hag, dhe ndërkohë duke pasur parasysh dhe një vjurshmëri që ata kanë brenda atyre momenteve politike dhe atij stabiliteti politik që ata kanë, pra Partia Demokratike e Kosovës është në rrjedhën e saj natyrshme dhe normale të kryerit dhe të ushtruarit fushat zgjedhore. Ka tashmë edhe një koalicion me zotin Fatmir Limaj, i cili nuk është pjesë e listës Partisë Demokratike të Kosovës, po ka deklaruar mbështetjen. Dhe është lajm i mirë për sa i takon bashkimit të spektrave të njëjtë, të cilët vendosin të kohezojnë votat përballë një pushteti i cili në fakt është i fortë, jo thjesht në numra, por patjetër që e kemi parë prej balotazhit të nëntorit të zgjedhjeve lokale, në nëntorit të 2025-s, në zgjedhjet e dhjetorit të 2025-s, dhe tashmë po shohim një qeveri e cila po përdor dhe instrumentet financiare, pikërisht dhe instrumentet financiare me ligj, jo përsa i takon blerjes industriale të votës, por instrumentet financiare me ligj përsa i takon shpërblimeve të segmenteve të caktuara të popullsisë në periudha zgjedhore. Dhe këtë gjë e shohim tashmë për herë të tretë nga ana e qeverisë së zotit Kurti. Pra duke pasur parasysh një pushtet i cili ka një mbështetje patjetër popullore, plus instrumentat që garanton instrumentat e përdorur gabim që garanton qeverisja, sepse shpërblimet ka fushate patjetër që cënojnë barazinë e garës. Patjetër. Mendoj që është lajm i mirë bashkimi i njerëzve dhe politikanëve të njëjtit spektër. Kështu që bashkimi LDK zonja Osmani dhe bashkimi në këtë rast PDK zoti Limaj, patjetër që janë lajme të mira
për demokracinë, për grupet politike përkatëse dhe që e bëjnë garën politike më të qartë, më koezive dhe palët të paktën nuk kanë pretendimin politik të rrjedhjes apo humbjes votës si rezultat i ndarjeve përkatëse. Peizazhi politik i shtatqershorit ka paqartësinë, bar paqartësinë e tij. E kam thënë dhe në studio të tjera, e panjohura politike shtatqershorit të Kosovës është faktori Vjosa Osmani. Pesha politike dhe elektorale që zonja Osmani do të pasqyrojë në post shtatqershorin, patjetër që e bën të gjithë të proces fushate dhe parashikimin e shtatqershorit më të vështirë. Duke patur parasysh premisat e shkuarës, kemi parë që zonja Osmani ka ditur të kultivojë një frymë të qartë politike dhe elektorale dhe zgjedhore, duke pasur rezultate të larta individuale sipas garimit përkatës në LDK ose jashtë LDK-s. Palët janë të qarta, nuk është një ndryshim i kallët politik pas zgjedhjeve, palët janë të identifikuar qartë përpara zgjedhjeve. Publiku kosovar është i qartë me atë që do të zgjedh dhe e panjohura, siç thash, e shtatqershorit është pikërisht faktori politik Vjosa Osmani. Për sa i takon pyetjes suaja, ka binom? Nuk ka binom klasik, nuk do të ketë binom klasik. Patjetër për këto zgjedhje, binomi i pjesshëm, duke pasur parasysh dhe faktin që numrat në listat përkatëse janë të njëjtë numër 1 dhe garimi është i njëjtë pavarësisht se zoti Kurti pretendimin e ka për të konfirmuar si kryeministër, ndërkohë që zonja Osmani ka shprehur qartë synimin për të qenë presidente e Republikës Kosovës. Por për sa i takon dhe numrave 1, patjetër që përballja Kurti Osmani, pa na shkaluar patjetër zotin Hamza si një profil i cili është shumë i respektuar, me gjitha një profil teknik financiar. Por duke pasur parasysh historikun politik dhe rrugtimin politik të këtyre dy personaliteteve, mendoj që përballja Kurti Osmani është përballja klasike e shtatqershorit për këto zgjedhje. Por Kosova, duke pasur parasysh sistemin zgjedhor përkatës, nuk ka dhe nuk do të ketë një binom klasik. Dhe këtë patjetër që ndër të tjera e pamundson dhe sistemi zgjedhor në tërësinë e vet. Për te votës së njëri të llogaritur, por dhe sistemi zgjedhor. A ka rënë pre populizmit edhe Kosova? Sepse tashmë dihet në Shqipëri. Kosova është një shtet i ri që patjetër po rritet. Dhe njëjtë si çdo entitet që rritet, patjetër që ka fazat e ndryshme të kësaj rritje. Jo gjithmonë fazat janë të mbara. Që rritet bëhet e shëndetshme, ndonjëherë duhet kaluar dhe përmes atyre fazave jo të mbara. Në fakt populizmi është ajo faza jo e mbarë e Kosovës. Për momentin është një virus i cili ndodhet në trupin e Kosovës dhe ja cënon shëndetin. Fatmirësisht nuk është infekcion. Dhe virusi mund të shërohet, kurohet dhe shërohet. Në këtë rast mendoj që doktori më i mirë i shërimit të virusit duhet ishte qytetari kosovar përmes votës tij. Pra vota është instrumenti shërues për këtë fazë thuajse 6 vjeçare, në të cilën Kosova është si rezultat i shpërfaqjes së populizmit, të populizmit si frymë, por jo vetëm frymë, edhe ideologji. Dhe në fakt populizmi, kur e mendon për te faktit që ka populist majtë dhe djathtë, në thelb është i njëjtë.
shpërfaqet në mënyra të ndryshme dhe përkatësia politike e bën që në disa momente të jetë i ndryshëm, por për sa i takon pikërisht atij cënimit të shëndetit të shtetshmërisë dhe demokracisë, sulmi është i njëjtë, pavarësisht përkatësisë. Pra virusi është i njëjtë. Pastaj degëzimet e virusit janë diçka tjetër. Dhe unë uroj që qytetari i Kosovës, i cili në fakt në periudha historike ka ditur shpesh të jetë mbi elitat politike, dhe këto kujtojmë dhe vitet 90. Unë uroj shumë që qytetari i Kosovës, duke i thirrur kujtesës, filozofisë së durimit pozitiv të viteve 89-99, duke i thirrur pikërisht, dhe duke qenë se jemi në muajt mars, maj, që janë muaj përkujtues të shumë ngjarjeve të rënda që kanë ndodhur në Kosovën martire, duke thirrur këto tre element, mendoj që qytetari i Kosovës do të di të jetë një doktor i mirë përmes votës së hedhur me arsye për të shëruar shëndetin e demokracisë kosovare, e cila patjetër deri në këto momente është e shëndetshme, ka sulme nga ky virus, ende nuk është mposhtur. Dhe unë uroj që pikërisht qytetari i Kosovës të kthej gjendjen normale të demokracisë në Kosovë, atë gjendje normale që ka qenë deri në vitin 2021 për sa i takon konfigurimeve politike. Më pas, pikërisht ky qytetar, përmes kurimit të qartë të këtij virusi përmes votës, duhet t'i ndërgjegjësojë të gjitha palët pas zgjedhjeve që nuk mund të kryejnë asnjë veprim politik post konsensusit. Si cilat do të jenë kombinimet, pastaj kjo është diçka tjetër. Askush nuk e ka të ndaluar që të jetë në krye të qeverisjes, dhe asnjë kombinim politik nuk duhet të jetë herezi. Por çlirimin nga ky ngërthim ku konsensusi politik e ka konsideruar herezi, duhet ta bëjë qytetari i Kosovës. Aleancat pas qeverisë nuk janë pazar, janë bashkëpunim dhe shëndet i demokracisë. Kosova ka nevojë për demokraci të shëndetshme për të përballuar sfidat e jashtme. Nuk mundet dot të vijojë sërish me sfida të tilla të brendshme. Kjo është e bukur, sepse sfidat e brendshme po bëhen pengesë për 3 sfida të jashtme shumë thelbësore. Njëja dhe antarësimi në OKB, antarësimi në NATO dhe sigurisht rrugtimi për në Bashkimin Evropian. Dhe me gjitha përsa i takon antarësimit në NATO, që është më i rëndësishmi nga të dy pikat përkatëse, se prek sigurin. Kosova, unë uroj që realiteti paszgjedhor në Kosovë, i diktuar qartë nga vota e qytetarit, do ta drejtoj klasën politike kosovare që të paktën deri në samitin e Tiranës 2027 të mos ketë procese zgjedhore në Kosovë. Dhe kjo duhet të jetë një marrëveshje politike, kombëtare, në interes kombëtar përtej karrikës dhe kolltukut të kryeministrit apo një ministri apo disa dikasterëve. Absolutisht. Kosova të paktën deri në samitin e Tiranës të 2027-s nuk duhet të ketë sërish krizë politike. Do të zgjidhet me një qeveri ekspertësh të gjitha palëve, duke pasur parasysh rezultatin e shtatqershorit dhe të jenë të përfaqësuara në mënyrë proporcionale me votën qytetare. Stabilitet, kërkohet vullneti i mirë qeverisje dhe një pasqyrimi i një demokracie funksionale. Sepse ja ku është Tirana, ja ku është Prishtina. Më afër se kaq, NATO nuk mund të jetë, sepse vije presidenti i Amerikës, se vije një krye e shteteve të NATO-s. Dhe Mundësia e zakonshme dhe për
për më tepër që viti 2028 është viti në të cilin formosohet dhe përmbyllet gjithë procesi i transformimit të Forcës së Sigurisë Kosovës në ushtri. Në ushtri, pikërisht. Dhe që parashikohet dhe të jetë dhe viti në të cilin në samitin e Rallës të kryet dhe antarësimi i Kosovës në NATO dhe përmbushja e të gjithë standardet që po përmbushen në fakt dhe janë duke u përmbushur. Por shumë i rëndësishëm patjetër stabiliteti politik. Dhe unë uroj qytetari i Kosovës do të di njëjtë siç ka ditur të orientohet qartë dhe në periudhat e një të shkuare shumë më të vështirë, shumë më të rëndë. Që sa kjo e tashme Sigurisht. E konsoliduar për sa i takon shtetshmërisë, që të veprojë qartë dhe të diktoj palët politike që pa konsensus nuk mund të ketë një Kosovë politikisht të shëndetshme. A di të cekëm disi në thelb për herë vërtetës politikën shqiptare, Ballkanin, më së shumti Kosovën, dhe më vjen mirë të dëgjoj fjalë të tilla për Kosovën. Tani kalim pak politikën e jashtme globale, geopolitike, sepse kemi një tjetërsim në 180 grad të geoteknikës, nëse themi, pastaj kemi 2 binome, 3 nome, 4 nome dhe një Amerikë kalorse e ndryshimeve të mëdha. Jam i sigurt që e ke ndjekur dhe unë kam ndjekur në komendet tuaja. Çfarë po ndodh sot? Më në fund Amerika është zgjuar. Dhe ky është lajmi i mirë për botën, për Amerikën, për ne si shqiptar patjetër. S'po ju mbështes në çdo gjë që thoni, sepse do më akuzoni si trumpist, por po ju lë juve të Shiko, po ju lë juve ju lutem. është përtej faktit që një trumpist apo jo. Si shqiptar, ne jemi dhe duhet jemi pro-Amerikan. Secili prej nesh mund të ketë përqeshmërinë e tij Për një lider për një lider apo një lider tjetër. Unë nuk e mohoj afërsinë dhe përkatësinë time politike. Përsa i takon rrymave politike, patjetër që më pas është çështje tjetër nëse një ushtrim politike i caktuar është një interes të Amerikës, për mua ka rëndësi që të jetë një interes të SBA-s dhe për te faktit nëse ndërmerret nga një president republikan apo demokrat. Pra ne si shqiptar, për te preferencave tona, ne duhet të jemi larg këtyre momenteve të cilat janë çështje të brendshme të politikës amerikane. I kthehemi peizazhit geopolitik. Është një Amerikë që është zgjuar, dhe nuk është zgjuar mbas 4 vjeçarit 2020-2024. Është zgjuar që pas përfundimit të luftës shtotë. Realiteti botëror i sotëm, përkatësisht rritja e Kinës, ka ardhur si rezultat i një mungese vëmendje të perëndimit përkatësisht Shtetet Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, të cilët pas luftës ftohtë, patjetër që kaluan pozita atje, duke pasur parasysh realitetin e ri geopolitik dhe politik botëror, dhe vijuan më pas në konsolidimin dhe në atë arenën e politikave të brendshme përkatëse, duke harruar geopolitikën në tërësi. Kjo solli që pikërisht një aktor si Kina arriti që të ketë një rritje të jashtëzakonshme. Kjo rritje jashtë parametrave normal të pritshmërisë, patjetër që cënon balanca. Po, identifikimi i këtij momenti politik filloi në vitin 2020, dhe ky është fakt. Pavarësisht se mandati 2020-2024
nuk mund krahasohet në ritmin e këtij mandati 2024 deri ku të përfundoi 2028. Po patjetër që në atë moment SBA, jo presidenti Trump, SBA identifikoi qartë që prit bota sot ka një tjetër ritëm, ne duhet të përballemi me këtë moment të ri. Dhe ky moment i ri ishte pikërisht rritja e Kinës si rezultat jo vetëm i aftësisë saj proaktive, por dhe si rezultat i një fushë të lirë politike që ishte lënë tërësisht nga Perëndimi dhe nga Shtetet e Bashkuara. Dhe kujtojmë rastin e Panamas dhe shumë raste të tjera. Debati me Groenlandën, Venezuela patjetër. Venezuela. Së shpejti Kuba. Së shpejti Kuba. Po Kuba një satelit i Venezuela për satelitit. Por marrim këto pika strategjike, siç thamë Panamaja, Groenlanda, Venezuela. Dhe duke pasur parasysh këtë fakt, patjetër që veprimi amerikan i sotëm te kalon një president. Unë jam i bindur që ky veprim do të vijojë dhe pas vitit 2028, cili do të jetë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sepse e them për publikun, ju e njihni më mirë se unë. Dhe këtë e them pa dëroje. Realitetin e mënyrën se si funksionon jo thjesht politika amerikane, por duke e thënë modestisht për publikun, patjetër që politika SBA-s është për te një presidenti. Dhe 2028 ne do të jemi dëshmitar të faktit që post 2028, post janari 2029, do të ketë të njëjti ritëm për sa i takon angazhimit amerikan. Sepse është angazhimi i konfirmimit të primatit. Një primat i cënuar, por sot thjesht po vendosen të qarta vijat mbi të cilat qëndrojnë fuqitë. Nuk është ndryshimi i rendit botëror. Rendi botëror nuk ka rënë. Ka një ridimensionim të rendit botëror. Ridimensionim nuk do të thotë rënje. Por secili aktor në vendin e tij, secila rritje në të mirë të atij që e përfton rritjen, por pa cënuar të mirën e palës tjetër. Kur nditet BE-ja në këtë? Nëse ma lejon, do të dalë. Patjetër. SBA sot po i vendos shtyllat mbi të cilën mbahet rendi botëror. Po jo se rendi botëror ka rënë dhe ka ndryshuar. Është i dimensionuar. Thjesht po konfirmohen fuqitë. Kina ishte aty dhe përpara se të shpallej e quajtura rënje e rendit botëror. Nuk është rënje e rendit botëror. Kina ishte aty. Nuk ka rënë rendi botëror për shkakun sepse SBA sot po shkund dhe Bashkimin Evropian dhe Aleancën Perëndimore në tërësi dhe Aleancën Atlantikut Veriut. Patjetër. Dhe po tenton dhe po e arrin dhe po e realizon pikërisht që të vendos qartë piketat mbi të cilat qëndrojnë fuqitë. Diku bazuar në mundësitë dhe arritjet e tyre, diku tjetër bazuar dhe në bashkërendimin dhe bashkëpunimin. NATO është umbrella gjeopolitike e cila garanton bashkëpunimin e Aleancës Perëndimore, SBA, BE, Turqi, Kanada. Dhe unë, zoti Mark Rutte, e shoh si liderin e Europës nesërmës. Dhe liderin de facto të Europës sot. Praktikisht për te institucionet nderuara të Bashkimit Evropian, që përfaqësojnë patjetër votën dhe vullnetin e qytetarëve të Bashkimit Evropian, për te fakti që procesi zgjedhjes pastaj nuk është i drejtë për drejtë, por gjithsesi janë reflektim i atij vullneti, por politikisht zoti Mark Rutte është lideri de facto i Europës sotme. Dhe lideri i Europës nesërme edhe pas përfundimit të mandatit si sekretari i përgjithshëm i
aleancës. I NATO-s. Dhe pikërisht vizioni i tij ka ruajtur pikërisht boshtin jetik SBA-BE. Dhe NATO është pika e takimit. Patjetër, dhe NATO duke ridimensionuar kontributin e secilit antar sipas mundësisë dhe sipas fuqisë përkatëse. Të gjithë elementet shkundës nuk kanë qenë element të cilët kanë dërguar dhe që kanë synuar prishjen e aleancës, zhbërjen e aleancës. Nuk e qenë kurrë rrezikuar. Asnjëherë. Ja, panikosje mediatike për skupin. Herë e qëllimt dhe herë e pa qëllimt. Zero. Përdor mesazhe etj. Ato janë thjesht dhe vetëm pikërisht reflektim i të gjitha situatave të reja me cilat bota po ravizon funksionimin e saj, bota politike dhe geopolitike, por patjetër një ravizim i shëndetshëm për aleancën perëndimore. Ky nuk do të thotë që po anashkalohen, po nënvlerësohen aktorë si Kina, por patjetër që secili aktor në vendin e tij dhe në fuqinë e tij pa arritur që të kapërcej politikisht fuqinë e tjetrit, mbi të gjitha si rezultat i mosveprimit të fuqive përkatëse, të cilat atë potencial të vërtet që kanë, qëndron të i plurosur si rezultat i mosveprimit politik. Bashkimi Evropian patjetër që gjatë kësaj periudhe 2 vjeçare, por në fakt prej vitit 2022 është në një moment politik jo të lëvdueshëm, një moment politik që patjetër nuk do ta kërkonte, por mendoj që edhe për Bashkimin Evropian ngjarjet përkatëse kanë bërë pikërisht që institucionet të shkunden nga ajo burokraci e cila jo detyrimisht është negative. Sepse burokracia në fund fare, në fund të ditës, burokracia është shpirti i një shteti. Është mekanizmi i cili është mekanizmi që kjo dihet, fjala burokrat është fjalë mirë. Pavarësisht se por ne e keq përdorim për çështje. Ne e keq përdorim, por patjetër që në disa momente një burokraci e shëndetshme garantohet me veprime politike efektive. Absolutisht. Dhe këtë gjë nuk mund ta kërkojmë tek përfaqësuesit burokrat, por kërkohet te përfaqësuesit politik. Zoti Rute dhe presidentët apo kryeministrat e vendeve më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, që janë vullneti drejt për drejt i qytetarit dhe janë njerëz politik, patjetër që kanë ndërmarrë hapa të cilat janë hapa përpara, që sot nuk shihen ende me dritën e asaj përcjellje që do dëshiroj të ishte, por synimi mbetet afatmesëm dhe afatgjatë, dhe pikërisht rrjedhojat e këtyre veprimeve të ndërmarra sot do të shihen në BE-n e pas 5 viteve apo pas një dekade. Sepse Bashkimi Evropian, për te sfidave që ka, si në aspektin global, por njëjt edhe në sfidat e brendshme, ku sërish të thrasim në vëmendje populizmin e një natyre tjetër, në fakt, jo si populizmi që ne shpjeguam për sa i takon në rastit Kosovës. Patjetër që ka sfida të forta, por mendoj që mendësia demokratike, shëndeti demokracisë është kundërtrup i konsoliduar për sa i takon edhe këtyre viruseve në Europë. Patjetër që ka momente në të cilat
publiku lodhet, publiku zhgënjehet, publiku mendon për një zgjidhje tjetër, por njëjti publik që lodhet dhe zhgënjehet, i cili sërish ka mendësim politike, fuqinë e gjykimit, pikërisht për të ndryshuar dhe për të ndëshkuar sërish ata të cilëve u ka përcjell besimin. Dhe këtu mund të kemi dhe shembuj fare të afërt të rasti Italisë, nëse kujtojmë lëvizjen 5 yjet, e cila pati një shkëlqim të jashtëzakonshëm, duke përfshirë që arriti të fitonte Bashkinë e Romës dhe qeverisi dhe të gjithë proceset e tjera, por ndërkohë ne pam që më pas ishte vetë publiku italian, i cili ndëshkoi këtë parti, duke pasur parasysh që kuptuan dhe pan qartë që elementet qeverisës lini shumë për dëshiruar dhe qeverisja në tërësi ishte tërësisht jo efektive. Syriza në Greqi. Sot është një parti e cila tërësisht është në numrat papërfillshëm. Por publiku grek kuptoi qartë që kjo periudhë ishte një periudhë e cila ishte jo shëndetshme për Greqinë. Elektorati e përqafoi në rrjedhën e të gjitha ngjarjeve në tërësi. Sot, që shumë çka është qartësuar, shohim që dhe grupimet tilla thjesht qëndrojnë në hije, pikërisht sepse zgjidhjet dhe vizioni i tyre nuk është afatgjatë, sepse nuk kanë aftësinë për të përcjellë zgjidhje. Kanë thjesht mendësinë për të gishtuar, por jo aftësinë për të zgjidhur. Ardit, falenderoj për panoramë të thelluar, lokale, ballkanike dhe gjeopolitike globale. Faleminderit që në flasim hapur. Faleminderit shumë, kënaqësi dhe sërish suksese dhe sa më shumë përvjetor të tjerë dhe mendoj që është një drejtare vlerje për këtë qytet, të cilin e duam shumë. Ne të dy jemi dy njerëz si në fakt nuk kemi larguar nga qyteti, pavarësisht pra nëse kemi qëndruar në Shqipëri, kemi qëndruar këtu, pavarësisht mundësive dhe për shkak punëve tona për të qëndruar qoftë edhe në kryeqytet, por gjithmonë, si themi në Durrësak, në darkë jemi këtu ndurës. Dhe ky emision ka një traditë që është thënia e javës, nëse mund të përzjedhësh të lutem një thënie dhe një koment jo më politik apo geopolitik, por për Arditin si njëri profesionist dhe të talentuar. Në një botë ku mund të jesh çdo gjë, i mirë. U kthyem ke morali që nisëm. U kthyem te morali që nisëm. Pra, pikërisht energjia e bisedës dhe shumë çka që ne patëm në këtë bisedë, duke përfshirë dhe njohjen e përbashkët dhe edhe rrugtimet përkatëse, si tuajat dhe rrugtimin tim, mendoj që njëjë siç tham për politikën që në fund ditës mjafton këtë fytyrën njerëzore. Në të përditshmen tonë mjafton që të jemi njerëz. Dhe të qenit njeri patjetër që nuk lidhet me funksionet biologjike dhe me shumë çka tjetër që ka të bëjë me të gjitha ato elementet të përditshme son, por pikërisht me qenit njerëz, të qenit mirënjohës, që mendoj që është thelbi i faktit të jesh njeri, dhe ndoshta të falim për mos harrojmë. Mosharresa është shumë e rëndësishme. Mund të falësh, por mos harro. E bukur. Faleminderit që më flasim hapur. Faleminderit shumë. Zoti Ardit Gjinali. Faleminderit shumë. Ne do ta kopshim sërish për komentet e tjera. Kënaqësi në çdo herë. Faleminderit që na ndoqët, ne do ta kopshim në episodin e radhës.